Antarësu për pjesëtërsin në NATO. Ok, antarësin në NATO. Antarësin në NATO. Po vetëm tani mund bjet. Okej, ata bëj pyetjen. Ku mbeti Xhinxhiç? Atje ku është? Pra është problem. Është likuiduar. Zotri Sadiku, influenca. As mund të ndodhë e njëjta edhe Vučićit? Dikimin e madh dhe kanë rusë në Serbi. Prandaj po flas. Serbia e ka do grupat kriminale, Rusia e ka do grupat kriminale në të cilin e ka kontrol edhe në Serbi. Rusia e ka kontrol edhe nga do grupa ultra radikale islame brenda e Palestinës. Edhe Rusia është një shtet i madh, jo veç Amerika. Edhe e kanë do gishtat atje. Në Serbi e kanë gishtat tepër e fortë. Edhe shumë kadale duhet me fik një me ka një ato gishtat, deri në momentin kur Amerikanët vendosin në fund. Sepse zotat e kësaj botës tepër mirë e kanë kuptu që tash është ketë momenti, por ajo ke viti e kaluar, nuk u ndodh sepse diçka në atë administratës e Bidenit mund do këtë nuk e konkrete. Tash, une tregova në këtë deklarat. Mediat jonë, ma shumë janë të besu kur vjen diçka nga Beograd, por edhe në Beograd nga janar nisën ato vërtetimet. A është kjo veç një gjoker nga burimet e ndryshme amerikane? Nuk e dim. Përveç me matë çfarë është atmosfera, ambienti në Serbi dhe në Kosovë. Pra ju prisni nga administrata Trump që ta finalizoj njohjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. De jure pranimin nga Beogradi edhe obligimi e shtetit jonë, obligimi dërkombëtare është draftje atë statutit për vetë menaxhimin e sep me dalë para gjukatën kushtetuese edhe mas vendimin e gjukatës kushtetuese në një periud tepër shkurt, disa kvartale, 3-6 muj, nisim me formimin e vetë menaxhimin për serbt. Edhe prisni, a sheni gatishmëri nga zoti Kurti dhe zoti Vučić për ta bërë një gjë të tillë? Më ndoket zoti Kurti me aneksat e Ohrit direkte e ka pranu. E ka pranu vetë menaxhimin për serbt. Se ka pranu Vučići. Une se kam desh me nshkru, por Vučići se ka ndesh. Që do me thonë ajo veç ke një matje, një hapa e zgjatur. Hap në basketbol, një hap e zgjatur për the final cut. Për këtë vendimin përfundimtare. Administrata amerikane nuk ka kohë me ballafaqu me Kosovën, me Serbin. Edhe Bosnjë do të ketë sfidi madh i tretë, është pikë pyetje qysh zotri Trumpi e ka hek ato sankcionat kundër zotri Dodikut, që do me thonë krejt jemi, rejoni është në procesin e përgatitjes për këtë the final cut, që do me thonë e kemi 3 shtetet pa përfunduara në Kosovë, Serbia pa kufi me Kosovë nuk është e ti përfunduar, që do me thonë Bosnjë dhe Hercegovina unitare, Kosova me plot pavarësi pa